Presidenti i klubit Vlonjat Sinan Idrizi ka konfirmuar një investim të rëndësishëm që do të përfshijë fushën e stadiumit, ashtu dhe ambientet përreth tij. Ndërhyrja do të prek tribunën qendrore, ambientet ndihmëse, si dhe vendosjen e një ore elektronike moderne. Sipas Idrizit, qëllimi është që çdo gjë të jetë gati brenda muajit gusht, kur nis dhe sezoni i ri futbollistik. Kemi filluar një investim pothuajse total në ambientet e stadiumit ekzistent, flamurtarit. Siç e patë vetë është filluar vënia e tapetit të ri, që do të jetë një investim i klubit tonë, në bashkëpunim me një kompani greke që është specializuar për këtë. Pas kësaj do të jetë vënia dorë në tribunën qendrore, tek pjesa VIP e saj. Tek tribuna C e tifozërisë do të ketë investime të tjera, dhe në gjithë stadiumin nga tabela elektronike do të jetë me ekran LED dhe të tjera si këto. Pra do të bëjmë një investim të tipit dinjitos për flamurtarin në këtë kategori. Punimet kanë filluar me data aprilit që gjithçka të jetë gati kur sezoni starton në 23 gusht. Po prandaj kemi filluar me këtë ritëm që në datën 23 me kismet ne të jemi gati për këtë lloj aktiviteti që do të kryejmë. Pra përsëris besoj se deri në këtë datë do të jemi gati. Paralelisht me ndërhyrjet në stadium pritet të nisë dhe një tjetër investim në zonën e Pyllit të Sodës, ku do të ndërtohet një stadium ndihmës për flamurtarin, si dhe fusha të tjera sportive. Kjo bëhet dhe në funksion të faktit se shumë shpejt do të nisë puna për ndërtimin e stadiumit të ri në vendin ku ndodhet aktualisht impianti ekzistues. Duam të fillojmë investimin e stadiumit që do të jetë stadiumi mbështetës i flamurtar gjatë kohës si këtu të ketë filluar stadiumi i ri. Vetë fjalë për stadiumin që më kam kohë që të përsëri stadiumin për 3 ose 4.000 vendesh tek zona e fushës teritorit të flamurtarit. Rikthimi në Super League do të sjellë një flamurtar më cilësor që synon të jetë konkurrues në të dy frontet. Presidenti Idrizi ka teksuar se nuk do të kursehet financiarisht për ndërtimin e një skuadre dinjitoze. Mbi gjitha për mua e parë është dinjiteti i stadiumit flamurtar, emri i stadiumit flamurtar. Ditë që do të prishet, ne duam të lëmë një stadium siç i ka jep flamurtarit. Shpenzimet tona, në gjitha të nësisën e kam thënë që ditën e parë derisa kam ardhur këtu, mund të dështojnë në 10 drejtime sportive, por ndjej krenarin që qytetit tim nuk e marr asnjë që ndark. Në kursimet e tija, ndjej krenarin që markën e flamurtarit nuk asnjëherë nuk e vë asnjëherë në hesapet e llogarive të këtyre meskinëve që flasin që e do për këtë apo për atë qëllim. Gjithë ky është një investim im. Është një investim im i drejt për drejt. Tash kemi edhe një bashkëpunim shumë mirë Bashkinë e Vlorës, ne kemi në dispozicion disa mjete të saj për transportuar këto inerte që nxjerrim. Është një mirë kjo, por pjesën e investimit të përsërisë e kemi 100% investim privat. Duaj një ekip elitar që do të luajë në të dyja kupat, kompeticionet, një ekip që realisht emocionon njerëzit. Për këtë flamurtar të këtij viti, jeni të sigurt që ne do të rrisim cilësinë e kampionatit shqiptar me këtë ekip që do të krijojmë. Sezoni i ri starton më 23 gusht dhe flamurtari pritet të ketë jo vetëm një ekip cilësor, por dhe ambiente bashkëkohore, një investim që realizohet tërësisht nga vetë klubi Vlonjat.